Për nder të ditës botërore të librit dhe të drejtave të autorit, Biblioteka e Tetovës çdo vit organizon manifestimin tradicional, i cili ka dhe kompeticionin me karakter garues për krimet artistike të poetëve garues. Biblioteka e Tetovës është bartës i projektit, kurse tradicionalisht këtij aktiviteti i bashkangjitet sikurse çdo vit edhe këndi amerikan. Ideja është që biblioteka të jetë një urë lidhëse në mes gjithë artistëve të rinj, dashamirëve të librit, dhe përnder të kësaj feste ne e bëjmë këtë aktivitet për të sensibilizuar, për të nxitur ndjenjen e dashurisë ndaj librit, ndaj leximit, sepse të lexuarit është një vlerë e shtuar në shoqërinë tonë dhe vetëm kështu mund të ecim përpara. Librat kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë thelbësore për arsimin, tha në fjalën e tij zëvendës ministri për kulturë Sedat Sulejmani, i cili u zotua për më shumë investime në projekte që targetojnë të rinjët dhe dijen. Si Ministri e Kulturës, ne besojmë fuqishëm se investimi më i madh që mund të bëjmë është tek rinia, tek mendja, tek imagjinata dhe zëri i saj. Pikërisht këtu fillon edhe ardhmja e kulturës sonë, në bankat shkollore, në libra, në poezi dhe në ide të reja. Prandaj, arsimi dhe kultura janë shtyllë dhe busolla e veprimtarisë sonë, që ndjekim dhe kultivojmë me përkushtim. Drejtori i Bibliotekës së Tetovës ka dhe një mesazh për nxënësit dhe të rinjët. Bëjmë thirrje intelektualëve, njerëzve të gjitha kategorive dhe moshave sa më shumë ta vizitojnë bibliotekën, të lexojnë sa më shumë, sepse ajo është një mesazh dhe një porosi i vetdijes tonë kolektive dhe ngritjes intelektuale që do të kemi në të ardhmen si shoqëri. Në kuadër të kësaj dite u bë dhe shpallja e rezultateve të konkursit letrar për poezi, me çka përmbyllet një nga aktivitetet më të rëndësishme letrare me pjesëmarrjen e nxënësve nga shumë shkolla fillore të Tetovës dhe rrethinës.